shembull nga persona që janë të vërtetë, edhe persona në fakt që janë brenda kishës. Edhe Gjoni thotë që mos e bëj të keqen, mos e zgjidh të keqen, mos e jeto të keqen, po të mirën. Edhe kjo në fakt do të ishte edhe pyetja për ne, që çfarë zgjedhje po bën? Apo e zgjedh Perëndinë në mënyrën se si jeton, se si vepron, apo po bën zgjedhje të tjera që nuk po e ndikon këtë marrëdhënie me Perëndinë. Edhe ndërsa e shohim letrën e fundit të vogël për këtë sezon, kjo do jetë ajo që do të fokusohemi. Edhe në vargu 11, Gjoni thotë kështu: i dashur, mos imito, mos vepro, mos jeto të keqen, thotë bëje të mirën. Tani kur do ta shohim këtë letrën, do shohim që është një letër personale, që Gjoni ja dërgon Gajit, që ishte besoj një nga ata drejtuesit e kishës, po edhe kishës atje. Se letra mënyra e gjuhës se si flet Gjoni për Gajin, është një letër që është personal, se i thotë Gaj i dashur, edhe i vjen pa, është një letër inkurajimi, është një letër motivimi, është një letër në fakt që edhe i thotë kujdes nga zgjedhjet e gabuara, për shkak se ato kanë ndikim. Kanë ndikim për të sotmen, po edhe më shumë kanë ndikim për të nesmen. Tani e vërteta është kjo, që ne jemi në përgjithësi, këta që jemi për shkak të zgjedhjeve që kemi bërë. Edhe tani zgjedhja të zgjedhrit është diçka që Perëndia na ka krijuar. Bibla na thotë kështu, që Perëndia na zgjodhi të na krijojë ne njerëzit për shkak të dashurisë që ai ka, edhe për shkak se këtë dashuri që ai e kishte në Trinitet, deshte ta ndante me ne. Perëndia na zgjodhi për shkak të dashurisë të tij. Nuk u krijuam për ndonjë arsye tjetër. Edhe jo vetëm që na zgjodhi, por për shkak se na zgjodhi për të qenë të lirë, ai na dha edhe mundësinë për të zgjedhur. Edhe po ta mbajmë në historinë e Biblës që prej fillimit është kjo, që njeriu, Adami edhe Eva, u hupën para zgjedhjes. Ato ta dëgjojnë, të bëjnë atë që Perëndia i tha, apo do të zgjidhte atë që djalli i tha. Në fakt, nuk është vetëm Adami edhe Eva, është edhe Mojsiu edhe Faraoni. Çfarë do të bënin populli? Do ta dëgjonte Faraonin apo Mojsiun? Do ta dëgjonte Davidin apo Saulin? Do ta dëgjonte pastaj nëse vim nga dhjetë e re, do ta dëgjojmë Pietrin apo Judin? Do ta dëgjojmë Palin apo mësuesit e vjetër? Ose edhe sot, do ta dëgjojmë zërin e Perëndisë apo zëra të tjera që kemi në mesin tonë. Kështu që kjo është ajo që do të shohim sot. Tani, kur bëhet fjalë për këtë, kur Gjoni do na tregojë këto 3 shembuj të ndryshëm, Gjoni do këtë që të na pyesë ne që apo jeton të vërtetën e Ungjillit, apo po jeton diçka tjetër. Se është e mundur që në mendje të kemi diçka, edhe në realitet të bëjmë diçka tjetër. Do të kemi këtë dëshirën për ta bërë perëndishmërinë, edhe të gjitha këto zgjedhje që bëjmë çdo ditë, të jetë diçka tjetër që nuk na ndihmon për të rritur në perëndishmëri. Edhe tani dikush ka thënë kështu, që Ungjilli, lajmi i mirë i Perëndisë, nuk është vetëm diçka që e besojmë, po Ungjilli, lajmi i mirë, duhet të jetë realiteti në të cilën e jetojmë veten, e jetojmë jetën çdo ditë. Tani, e bëhet fjalë për zgjedhjet. Zgjedhjet janë në fakt në disa raste na i vështirësojnë jetën. Na i vështirësojnë jetën për shkak se na thresën të bëjmë diçka që nuk e kemi bërë. Edhe tani ne njerëzit duam zakone, duam tradita, duam të shkojmë në atë rrugë që kemi shkuar. Nuk kemi qef në natyrë, nuk kemi qef të ndryshojmë. Tani zgjedhjet, kur bëjmë një zgjedhje, është e mundur që të kemi bërë një zgjedhje dhe të mos ja shohim frytin e zgjedhjes që kemi bërë sot, por është e pamundur të mos ja shohim nesër zgjedhjen, atë që kemi bërë. Tani ndoshta ju kujtohet
që unë jam besimtar që në 2002, edhe në fillim, kur fillova ta lexoj Biblën, jo vetëm që ishte diçka e pa këndshme, se po i futnja vetes në informacion që se kisha ide në fare, po nga ana tjetër isha edhe duke dekorajuar, se thosha, ore s'po lexoj asnjë gjë. Do nuk po kuptoj asnjë gjë që po lexoj, pse po e bëj këtë që po bëj. Mirë po, tani për shkak se vazhdova në këtë zgjedhje, pata mundësi që ta kuptoj, edhe vazhdoj ta kuptoj, edhe ta zbatoj atë. Kështu që edhe zgjedhjet këto janë, që do na i vështirësojnë ndoshta të sotshme, po me pa tjetër do na ndikojnë për të nesër. Do zgjedhjet që bëjnë sot nuk janë pa vlerë. Kështu që është e rëndësishme ta dimë edhe të jemi të vetëdijshëm për atë zgjedhje që po bëjmë. Tani kur bëhet fjalë për Gjoni na thot 3 shembuj. E para është Gai, i dyti është Diotrefi, edhe i treti është Dimitri, do të ishte më shqip ose Dimitri, paret kë nga përkthimet e Biblës kemi. Edhe kur Gjoni flet për këta të tre, flet për këtë. E para është Gai, që thotë Gai është mirëpritës. Edhe jo vetëm që është mirëpritës, po është edhe i përullur në atë që bën. Pastaj kur vem në ky i dyti, Diotrefi, problemi i Diotrefit është krenaria. Mënyra se si pari e përshkruan, do që ai deshte të ishte i parë. Edhe jo vetëm që deshte të ishte i pari, do më për shkak se bëri zgjedhje që tha unë. Po si jam unë, s'bëhet asnjë tjetër. Tani kjo zgjedhja e tij e shpuri në disa etapa të tjera, që filloi të bëjë thashateme, filloi të akuzojë njerëz nga më të ndryshëm besimtarë, edhe vajti deri atje për shkak të rolit drejtues që kishte, vajti deri atje sa po përzinte disa njerëz që ishin dashamirës ndaj besimtarëve që po predikonin Ungjillin. Tani ky jo vetëm që nuk i pranonte, po edhe i përzinte. Se kanë rëndësi zgjedhjet. Për shkak se ky Diotrefi tha që unë dua të jem i pari. Edhe po nuk jam unë i pari, si i themi në shqip, që do t'ja rrezi jetën të gjithë ju të tjerë. Edhe pari, pandaj do pari që po ti i dashur Gai, mos e ndiq të keqen, po bëje të mirë. Edhe e mbyll me Dimitri. Dimitri në fakt nuk ka shumë fjalë, ka vetëm 2 vargje, po mbyll me atë, se thotë Dimitri, në fakt Dimitri nuk flet shumë, po jeta e tij, mënyra se si jeton flet. Kështu që edhe për ju që ndoshta ndjeni, po mund të ndjeni si Mojsiu, që siç u ndjepët para Perëndis, që ta po s'kam fjalë, merr vllajin tim Aronin. Edhe Zoti tha, po kush e ka përgojë? Me kë po flet? Edhe i tha mirë, me që do atë, do ta marr me Aron. Nëse sot ndjej sikur s'ke fjalë, s'di çfarë ti thuash të tjerëve në lidhje me besimin tënd, është e mundur që jeta jote të jetë një pasqyrë e shkëlqyer e Ungjillit ndaj njerëzve të familjes, ndaj komshinëve, edhe ndaj botës, punës, ku ne punojmë. Njerëzit në plot raste nuk do na i dëgjojnë fjalën, ama jetën do na i shohin, si veprojmë, çfarë themi. Edhe pastaj për te atyre që mund të themi, njerëzit do të thuan jetën, si po jeton jetën, çfarë po bën. Kështu që atë që Gjoni po na thotë është kjo, që tre këto karakteret pasqyrojnë këtë, që si duhet jetë një krishter. Edhe duhet ndjekur në shembullin Gait. Edhe e dyta është si nuk duhet jetë. Edhe do të flasim pak më vonë për krenarinë. Edhe pastaj se si duket një karakter që i krishterë, që e beson edhe e jeton në Ungjillin. Kështu që le të shkojmë tek i pari. Edhe janë 8 vargjet e parë. Tani unë po lexoj këtë Beslidhen e re, Biblia Pro, ky përkthim i fundit që ka erdhur. Ju mund ta lexoni ndoshta do i tjetër ose keni këtë. Po thotë kështu: Plaku, Gai të dashur, të cilin tu duan në të vërtetë. I dashur lutem që të shkojmë mbarë në të gjithë dhe të jesh shëndoshëm ashtu si që shkon mbarë shpirti. Tani shiko, që të mos shkojmë shumë. Gjoni po e thotë kështu. Thotë unë dua, se ne njerëzit shqiptarët, sidomos e thonë, të kesh shëndet, të uroj shëndet. Edhe e kemi traditë mirë për ju, dhe të vazhdojmë ta kemi.
Gjoni i thotë kështu, thotë tani për shkak se ti je aq i mirë shpirtërisht, thotë unë dua që edhe fizikisht ti jesh aq i mirë sa je shpirtërisht. Tani në qoftë se dikush do të na uronte me këtë. Kush e di sa të smurë të ishte? Qoftë se dikush do na thoshte që aq i mirë sa je shpirtërisht ti jesh edhe fizikisht. Edhe ndoshta mund të ishim shumë të smurë, se ndoshta si jemi mirë shpirtërisht. Kurse Gjoni i thotë Gajit, thotë unë uroj, dua që ti të jesh aq i mirë fizikisht sa që je edhe shpirtërisht. Kështu që ndoshta mendo për këtë. Vazhdojmë. Thotë se u besova se tepëri ndërsa vinë vëllezërit dhe dëshmojnë për të vërtetën tënde, se si ti ecë me të vërtetën. Nuk ka gëzime të madh se sa këtë, që të dëgjoj se fëmijët e mi janë duke ecur në të vërtetë. I dashur, ti vepro besnikërisht, në çfarëdo që bën për vëllezërit dhe madje për vëllezërit të huaj, të cilin dëshmuan për dashurinë tënde përpara kishës dhe të cilin do të bësh mirë që ta përcjellësh denjësisht për Perëndimën. Se për hir të embrit dolën duke mos marrë asgjë nga prangat. Prandaj, ne e kemi për detyrë që të mbështesim të tillë njerëz me qëllim që të bëhemi bashkëpunëtorë të së vërtetës. Ajo që po ndodh edhe që Gjoni po vjen pas kjo, që ungjilltarët po shkojnë tek tani disa nga studiuesit tuan që po flasin për Turqinë e sotshme, mënyra ku Gjoni ishte edhe kisha e tij ose kisha ku ai ndërtonte ishte. Edhe këta që po predikonin ungjillin po kalonin atje. Tani ky Gaj jo vetëm që ishte i dashur mirëpritës me besimtarët, po thotë që ti u tregove i dashur edhe mirëpritës me ata vëllezër që nuk i njeh fare. Edhe tani dikush thotë kështu, do të thekson këtë që mirëpritja e treguar ndaj të tjerëve nuk ishte vetëm thjesht çështje kulturore, por ishte bindja shpirtërore e shprehur në dashuri që buron nga e vërteta. Do Gaj jo se ishte kulturalisht i mirë edhe mirëpritës, edhe po i priste këta të tjerë. Pa i thotë që kjo mirësi që ai po tregon i buron nga dashuria e vërteta që ai beson. Tani le të them dy fjalë për veten tonë. Ne si shqiptarë mirëpritjen e kemi në Kent. Por vitet e fundit po ndryshon. Po ndryshon aq shumë sa tani unë jam dëshmitar vetë. Kur vete vizitoj prindrit dhe marr mamën në telefon, e i them a je apo nuk je. Tani kur u rita unë, vinte vllai i gjyshit, dhe që s'kishte telefon atëherë, po vinte e rritë 3 muaj. Edhe pastaj unë, kur vajta në Tiranë për shkollë dhe për kështu, edhe unë gjejta atje. Mirë po, e kishim këtë, po ndryshon mirëpritja jonë. Edhe arsyeja pse po ndryshon është se nuk po e praktikojmë. Nuk po e praktikojmë. Për shkak të punës, për shkak të situatave, kemi dalë jashtë, kemi marrë ca kultura të tjera. Edhe për shkak se nuk po e praktikojmë, kjo gjë që e kishim në Kent, nuk po mbetet, nuk po ja japim brezë tjetër. Tani në qoftë se kultura jonë që e kishim kaq të fortë, po venitet, po është e njëjta gjë edhe për ungjillin. Në qoftë se nuk e praktikojmë ungjillin, po vetëm e besojmë në mendjen tonë, është e mundur që të mos ja japim brezë tjetër. Në qoftë se vetëm e besojmë, po nuk e jetojmë, nuk e flasim, nuk e praktikojmë, është e mundur që brezi tjetër të mos e ketë, të mos e marrë, të mos e besojë, po të besojë diçka tjetër. Kështu që është e rëndësishme për ne të krishterët, jo vetëm ta besojmë intelektualisht që Jezusi është Zoti dhe vdiq për mëkatet tona, po duhet ta jetojmë, duhet ta praktikojmë. Në këto vakte që ama, po duhet të lutemi, po jo vetëm duhet të lutemi, po duhet ta lexojmë Biblën me
gjithashtu duhet ta praktikojmë duke falur, duke kërkuar falje, duke dashur, jo vetëm ata që na duan, po edhe të tjerë. Fëmijët tanë do na shohin si jetojmë. Edhe nëse nuk e praktikojmë ne besimin tonë, po sa më të vështirë do ta kenë ata për ta praktikuar, se po rriten me idenë që po e kam në mendje është mirë. Ideja është në mendje shumë mirë, po në praktike është ajo që na kërkohet. Do Gai nuk e kishte vetëm në mendje që unë duhet të sillem mirë, duhet të veproj mirë, duhet të mirëpres, duhet të suportoj. Pa ai e bëri në realitet. E bëri në realitet sa njerëzit nuk e kishin të vështirë ta kuptonin, ta shikonin se si po jeton Gai. Ishte e qartë. Kështu që Keller thotë kështu, kur e vërteta e Ungjillit ta kap zemrën, ti nuk mund të presësh për të parë këtë dua. Por ti vepron edhe do, edhe fal, edhe mirëpret, edhe e hap derën të kujdo. Në qoftë se ti po pret, po këtë dua këtë javë, nuk ta ka ndikuar Ungjilli. Se tani Ungjilli që na thotë? Na thotë që Perëndia ai shumë na deshi sa dha birën e tij. Për kë? Për atë që ne ishim ende në mëkatar, Krishti vdiq për ne. Perëndia nuk priti që ne të pastroheshim edhe pastaj të bënte sakrificë. Ai na pastroi edhe na tha tani eci në këtë tretimin tim. Kështu që kur e vërteta nuk shfaqet në dashuri, është bosh. Po kur dashuria nuk është e rënosur në të vërtetë, është e vepër. E ja ta them një herë. E vërteta që nuk shfaqet në dashuri është bosh. Se po duam si hipokritët, s'po ja themi të vërtetën. Por dashuria që nuk është e rënjosur në të vërtetën është e vepër. Ka kuptim? Tani, shikoj. Ose dëgjoj. Në qoftë se do ta përshkruamin këtë Gai në kishën e sotshme, do të thoshim këtë, që Gai është një person që ka dorëzuar jetën e Jezusit. E beson në Jezusin, se thotë në të vërtetë. Kush është e vërteta? Jezusi është e vërteta. Edhe thotë që ja ka besuar jetën e Jezusit, edhe po jeton. Tani, një tjetër që shohim për Gai është kjo, që besimi i tij është praktik. Nuk është vetëm në mendje, po ka zbritur në zemër, edhe tani edhe po e jeton. Është praktik, është një besim praktik. Nuk është një besim në mendje që po e besoj, po është një besim praktik. Kështu që Gai nuk e ka problem që të mirëpres ata që nuk i njeh. Kur e kupton që ata që po vinë, po shpallin Ungjillin, edhe unë po kontriboj në atë që edhe vërtet e dua. Po kontriboj në Ungjillin, që Ungjilli të prapet. Tani, Gai është këtë. Gai kur i sheh njerëzit e tjerë, ai është vetëm bashkëpunëtor. Nuk është vetëm spektator. Edhe mendoj që kjo mund të jetë një nga problemet tona, që ne e shohim vetëm spektator, që do ta bëjnë ata të tjerë. Nuk ka rëndësi se kush mund të jenë ata të tjerë, por që do ta bëjnë ata të tjerë. Edhe nuk e bëjnë vetëm bashkëpunëtor në Ungjillin. Po e ta bëjnë ata janë punëtorë të kishës. Le ta bëjnë punëtorë të kishës. Tani vetëm një fakt real. Parku që u bë këtë javë ishte një ëndër edhe dëshirë e kishës që në fillim. Ka 30 vjet. Nuk është dëshira jonë e sotshme që na burovi nga asnjë. Ishte një dëshirë që për fillimin. Edhe tani Zoti në kohën e tij na i bën të mundur ne që ta shijojmë sot. Po në fakt, ne nuk po e bëjmë për veten tonë. Se do të ishte tragjedi ta bëjmë për veten tonë pa menduar për brezat që po vinë. Imagjinoj tani që kur të rriten fëmijët tanë ne të vëmë ta prishim, se sa egoist do tregoshin. Kështu që ky mund të ishte Gai i sotshëm. Ja disa pyetje që mund të reflektosh. Është kjo. Dashuria që ke për Zotin, a është jetësore? Apo ta ndikon zgjedhjet që po bën çdo ditë? Që nga më e vogla
që kur ngrihemi në mëngjes, çfarë do të bëjmë? Do të hapim televizorin apo do të hapim Biblën? Ose kur vëmë në punë, çfarë do të bëjmë? Do të përfaqësojmë veten apo Perëndin? A është besimi jo praktik, jetësor, apo është vetëm në mendje? Edhe tjetra është kjo. A ka ndonjë gjë që ndoshta duhet të zgjedhësh që të ndihmon të rritesh shpirtërisht? Është një gjë të zgjedhësh të mos e bësh diçka, por në qoftë se kjo zgjedhja që po bën nuk pasohet me një zgjedhje tjetër, do të shkosh prapë tek ajo e parë. Në qoftë se zgjedh të mos shohësh televizor, të mos rrish në mediat sociale, ose të bësh diçka tjetër. Në qoftë se nuk e zek të vendi këtë kohë me Biblën, me gjëra të perëndishme, do të kthehesh prapë atje ku ishe. Kështu që zgjedhja pa e zvendësuar me diçka tjetër, do të të shpjerë prapë atje ku ke qenë. Kështu që a ka ndonjë gjë që duhet të zgjedhësh, që ta lesh atë paperëndishmërinë, që të pastaj zgjedhje që të bësh, të jenë zgjedhje të perëndishme. Shkojmë tek shembulli i dytë. Edhe shembulli i dytë në vargun 9 edhe 10 na thotë kështu. I shkrova diçka kishës, por ai që do që të jeti pari, Diotrefi, nuk na pranoi. Për këtë arsye po vi, edhe do ta përmend veprën e tij që ai bën, duke lomotitur për ne fjalët e liga. Dhe duke mos u kënaqur me këtë, ai vetë nuk i pranon vëllezërit. Dhe ata që duan t'i pranojnë, i pengon edhe i përjashton prej kishës. Tani, Diotrefët nuk janë vetëm në kishën e hershme. Diotrefët janë në çdo kishë, në fakt. Për fat të keq. Edhe nuk është Pali, është Gjoni. Gjoni po i thotë gajt, po i thotë kujdes. Kujdes se edhe ti mund të bëj si Diotrefi. Ti nuk je i pa ekspozuar ndaj kësaj. Që mos të na i marrë mendja ne, që ne jemi të ekspozuar ndaj Diotrefëve. Jemi të ekspozuar. Kush e bëri Diotrefi të jetë Diotrefi, është zgjedhja e tij, që ta unë. Gjoni thotë që ai deshte të ishte i parë. Ai i ndryshovi rolin e leadershipit, se ishte drejtues në kishë. Edhe e ndryshovi rolin e leadershipit. Tani Perëndia, Jezusi si tha, që unë erdha, nuk erdha që të shërbej, po erdha për të shërbyer. Diotrefi thotë që unë nuk kam ardhur për të shërbyer, por që të më shërbej. Diotrefi bën të kundrën e asoj që çdo besimtar duhet të bëjë. Edhe Gjoni thotë kështu që kujdes se edhe ti mund të bëhesh Diotrefi. Kështu që nuk je i pa ekspozuar. Tani Carson, një teolog thotë kështu, kur bëhet fjalë për këtë. Thotë ky është një ndër shembujt e parë të kritizmit krishterë. Mira thash? Se thash? Jo autokritik, po autoritarizmi të krishterë. Ky është një nga shembujt e parë, Diotrefi është një nga shembujt e parë, që thotë jam unë edhe do të vendos unë, se çfarë do të bëhet këtu. Ky e vendos unin e tij, edhe thotë unë, edhe nuk do t'ja dija ç'a mendon kisha, ç'a mendon të tjerit, ç'a mendon ata të jashtëm. S'do t'ja di, thotë unë. Jam unë, edhe do bëhet ajo që them unë. Edhe po se bëra atë që them unë do të shpik fjalë për ty, thashë Hena. Edhe jo vetëm që do të shpik fjalë, po do të përjashtoj nga komuniteti. Tani e vërteta është kjo, që ne shqiptarët, të krishterë shqiptarë, nuk jemi
të pa ekspozuar ndaj drejtuesve të kësaj natyre, që thuan unë edhe asnjë tjetër. Edhe si e shohim këtë, krenaria. Edhe prapë ja të citoj një tjetër. Keller thotë kështu: krenaria fetare është kur ne përdorim të vërtetën për të ngritur veten. Ne e përdorim, e shfrytëzojmë të vërtetën, autoritetin, mundësinë që na janë dhënë për të ngritur veten. Në vend që të lejojmë që të përkulemi përpara Perëndisë. Edhe duke u bërë këtë, të mund të shërbejmë. Ai di që drejtuesit i çdo lloj niveli, i çdo lloj institucioni, nuk janë atje për veten e tyre. Janë atje për të dhënë mundësitë dhe talentet e tyre që njerëzit e tjerë të përfitojnë, që njerëzit e tjerë të shërbejnë, që njerëzit e tjerë të shkojnë në një hap më lart në çfarë lloj biznesi që mund të jenë. Po nuk janë atje për veten e tyre. Kështu që nëse je drejtues, po bën diçka, çfarë lloj pune që po bën, Perëndia të ka vënë atje që ti të shërbesh, që ti të jesh një shembull i mirë, që ti ta ndalosh këtë unin edhe ta vesh tjetrin përpara teje. Jo për ndonjë gjë, jo se Perëndia do të bekojë, jo se Perëndia do të ta bëjë rrugën të drejtë, jo se Perëndia do të të shumëfishojë, po për shkak se Perëndia tashmë e ka bërë, e përulli vetëm. Erdhi në kryq, vdiq për mëkatet tona. Kështu që jo që për të përfituar, po sepse po je në Jezusin, i ke përfituar të gjitha. Kështu që tani kur flasëm për krenarinë, e shohim këtë, në Diotrefi, e shohim këtë që e para është që ai do të jetë i pari edhe e refuzon korrigjimin. Nuk do t'ja dijaj. Se ata që i përjashtonin, për çfarë i përjashtonin? Tani po supozojmë se nuk na thotë. Po ka shumë mundësi që i ka përjashtuar për shkak se ata e kanë korrigjuar, i kanë thënë që po prit, çfarë po bën? Ata janë bashkëpunëtorë të Ungjillit, patjetër që duhet të mirëpresen, patjetër që duhet të suportojnë, patjetër që duhet të ndihmojnë. Edhe ai thotë jo, s'dua, do ta bëj këtë tjetër. Kështu që kur bëhet fjalë për krenarinë, krenaria nuk le vend për Krishtin. Se krenaria thotë unë, Jezusi thotë unë. Po Jezusi si thotë unë? Thotë duke erdhur, duke na shërbyer, duke dhënë veten e tij, duke qenë me ne. Kurse ne themi unë, krenaria nuk i le vend Jezusit që të bëjë vend në zemrën tënde. Kështu që krenaria është, shko se si mund të shfaqet krenaria. Krenaria është një ndjenje e tepëruar edhe e rëndësishme e unit e vetes. Krenaria në fakt kërkon pavarësi ndaj Zotit, se thotë unë, uni është i pari. Krenaria është kjo. Thelbi i krenarisë është mëkati. Është mëkati për shkak se i thotë Zotit ulu nëse ndjenja e pasagjerit, edhe do ta drejtoj unë veten si të kem unë dëshirë, edhe çfarë të mendoj unë që duhet ta bëj. Tani krenaria është kjo, që është fillimisht e brendshme. Krenaria është si kanceri. Kanceri, kur shfaqet, ka mbaruar, të ka dëmtuar trupin. Edhe krenaria është e njëjta, ta dëmton zemrën, ta mbyll zemrën, ose me fjalë të tjera i jep vend djallit të punojë në ty, në mendjen tënde, në zemrën tënde. Edhe kur shfaqet pastaj, e shohim, po krenaria fillimisht fillon tek zemra, nga brenda, nuk është nga jashtë, fillon nga brenda, edhe pastaj shfaqet jashtë. Kështu që në Jakobi 4:6 na thotë shumë, Perëndia i kundërvjet krenarëve, por i jep hir të përullëve. Tani nuk ka gjë më të frikshme se sa Perëndia e universit të jetë kundër teje. Nuk ka gjë më të mërshme se sa Perëndia të jetë kundër teje. Perëndia i kundërvjet krenarëve, por i jep hir
krenaria bën është kjo, që krenaria e bën zemrën të pandijshme ndaj frymës së shenjtë. Krenaria e bën zemrën të pandijshme ndaj frymës së shenjtë. Sepse unë, vetëm unë edhe asnjë tjetër. Tani është kjo. Përveç se krenaria shkatron marrëdhëniet me Perëndimin, i shkatron edhe marrëdhëniet njerëzore. I shkatron edhe marrëdhëniet njerëzore. Kështu që po çfarë duhet të bëjmë kundër krenarisë? Duhet të zgjedhëm përulësinë. Duhet të zgjedhëm falje. Duhet të zgjedhëm Jezusin. Duhet të lejojmë që Shpirti i Shenjtë të punojë në zemrat tona. Duhet të merremi me unë, me veten, edhe të jemi vend Perëndisë, që jo vetëm të zervën në zemrën e të mendit tonë, po edhe që të na indikojë të sotshmën edhe të mesmen. Kështu që zgjedhja ndaj krenarisë është përulësia. Përulësia e krishterë. Tani, shkojmë tek e fundit fare, edhe shkojmë tek Dimitri, edhe na thuhet kështu, për Dimitri, jemi afër fundit, e thotë i dashur, mos imito të keqen, por të mirën. Ai që bën mirë është për Perëndisë, ai që bën keq nuk e ka parë Perëndin. Për Dimitrin është dhënë dëshmia mirë nga të gjithë, dhe nga vetë e vërteta. Po edhe ne dëshmojmë, dhe ti e di se dëshmia jone është e vërtetë. Kisha shumë për të thënë, për të shkruar, por se nuk dua të shkruaj me boje me penë, por shpresoj që të shoh së shpejti dhe do të flasim gojarisht. Paqe për ty, të përshëndesin miqtë, përshëndetje miqtë, emër në emër. Tani, në shembull i tretë, e para është si duhet të jemi ne të krishterët, si nuk duhet të jemi ne të krishterët, tani do të jemi në kjo. Si do të duket jeta jonë, kur zgjedhim të adhurojmë, lavdërojmë, nderojmë Perëndin. Edhe e shohim Dimitrin. Dimitri është kjo, do ajo që na thotë Gjoni në këto vargje është kjo, që Dimitri ka një dëshmi të mirë për shkak se është edhe po jeton në të vërtetë. Nuk ka dhe dëshmi të mirë për të një arsye tjetër. Dimitri gjithashtu është i besueshëm, edhe është i ndershëm në mënyrën se si jeton. Ose me fjalë të tjera, Dimitri po jeton me integritet. Ti jetosh me integritet do të thotë kështu. Nuk ka rëndësi se ku po jeton ditën apo natën. Ti je i njëjtë, si ditën edhe natën, si me njerëz edhe pa njerëz. Për shkak se po jeton për Perëndin. Edhe Dimitri është një nga këta njerëzit që po jeton me integritet, që e vërteta ja ka zënë zemrën edhe po e ndihmon që të jetojë çdo ditë. Në fakt, kjo duhet të jemi ne. Ne duhet të jemi Dimitrat, që e vërteta jo vetëm na i nxjerr zemrën, mendjen, po edhe çdo veprim edhe vendim që marrim. Edhe nuk ka rëndësi a jemi vetë apo jemi me njerëz, për shkak të integritetit që duhet të tregojmë. Kështu që kjo është ajo që na thuhet. Thotë kështu, jeta e krishterë e ndershme është predikimi, është një nga predikimet të forta të Ungjillit. Njerëzit shpesh nuk do t'i dëgjojnë fjalën, po jetën do të na i shohë, modelin do të na i shohë. Kështu që jeta jonë është një dëshmi e gjallë për të treguar se kujt i besojmë. Kështu që është e rëndësishme se si po jetojmë, çfarë zgjedhje po bëjmë, që si po jetojmë. Për shkak se jeta jonë është një model, se çfarë duam të tregojmë të tjerëve për atë që ne besojmë. Edhe ndoshta jo sot, ndoshta jo do merret vesh sot, po do të merret vesh pas një jave, pas
pas 10 viteve. Se tani ja mendojni për këtë. Kemi bërë disa zgjedhje. Për mua ishte në 2002, po më ndikon edhe 2025, për shkak se e zgjodha Jezusin. Edhe ju keni historinë tuaj, se kur e keni zgjedhur Jezusin. Pa ajo zgjedhja që keni bërë, ja ka ndikuar atë ditë, atë kohë, atë vit, edhe po ja ndikon edhe tani. Kështu që është e rëndësishme se çfarë po bëjmë me të vërtetën e Ungjillit. Ndërsa shkojmë tek fundi është kjo. Ja të them edhe një tjetër nga Keller. Keller është një nga autorët të mi të preferuar, kështu që atë lexoj shpesh. Edhe Keller thotë kështu: në një botë ku njerëzit flasin shumë për besimin, Dimitri është një njeri që jeton me heshtje. Po kjo heshtja e tij e bën fjalën të fuqishme. Për shkak se po jeton besimin e tij. Edhe pyetja që Gjoni ngre në vargu 11 që i thotë: i dashur, mos imito të keqen, mos jeto të keqen, por të mirën, është reale edhe për ne. Edhe kështu që pyetja që kam për ne është kjo: apo jetoni të mirën, apo jetoni me Perëndimin, apo po zgjidhni të jetoni larg Perëndisë, edhe po zgjidhni të bëni gjëra që nuk po ju ndihmon të arriteni për ta jetuar jetën me Perëndimin. Kështu që ndërsa lutem, le të mendojmë për këto që Perëndia na ka thënë nëpërmjet letrës të tretë të Gjonit.